Dhe të ka ikë sabahu, për shembull, as buk mos ha, as një aktivitet mos e kry, mas pari falu. Namazin duhet ta kemi në kokën tonë vazhdimisht, është obligim. Është lidhja me Allahun te barekuhu teala, që na mban gjallë besimin, na mban gjallë kuptimin e jetës. Mund do njeriu për shembull në angazhime të caktuara, ndoshta në ngarkesë të caktuara harron namazin, por kjo duhet të jetë shumë e rrallë. Mendja e besimtarit është tek namazi. Edhe kur je lodhur, edhe kur ke vështirësi, dije se namazi është zgjidhje. Namazi është pushim, namazi është lehtësim, namazi është ngritje. Namazi është fuqi. Namazi është lidhje me Allahun te barekuhu teala. E nëse ndodh me harru namazin, atëherë kemi udhëzimin e pejgamberit alayhi salatu wasallam për këtë çështje, i cili ka thonë: "Men nama an salatin aw nasiha", ai që i ndodh me flajt, me nxon gjumi i ke namazin. Jo qëllimisht, po e ka nxon gjumi në sabah, ose për shembull e ka nxon gjumi gjatë ditës, i ke namazin. Ose e ka harru, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ç'ke pyeti, e ka harru, le ta fal si ti kujtohet. Nëse si zgjohesh për gjumit, nëse të ka ikë sabahu, për shembull, as buk mos ha, as një aktivitet mos e kry, mas pari falu. Do njerëz qonë për shembull mas kohës, ka ikë sabahu, për shembull qonë ora 7:30, pas ka ikë sabahu. Hajri inshallah, pa do buk, po do të keni punë tani falë mas ka ikë sabahu. Ja. Ai ka ikë me arsye se i kon gjum. Tash kur ke i zgjuar për gjumit, tu ka kujtu namazi, çdo vonesë është gabim. Për shkak se tash po e vonon qëllimisht. Prandaj e fal si të qosh për gjumit. Edhe te harresa. Si të kujtohet namazi, me njërë fale. Jo me thonë për shembull tash i ka dhënë namazit, tash u hikin dia, drejt kam ka ik, hajde inshallah e fali ma vonë, ja, me një herë fale. Nëse ka thonë pejgamberi fel yusalliha idha dhakara, e të fal si ti bjen mend, me një herë. Kështu që zgjidhja për namazin që e ke harru është ta falësh si të kujtohet. Edhe fal, qysh e kishe fal në kohë vet, çashtu njëjtë. Farzën e fal normal se kur tik namazi suneti nuk është njëjtë sikur se në kohë vet. Mirë po, edhe me fal në rregull është për me nxon 12 rekatet e namazit nafile gjatë ditës që me arrit shpëlimin që na ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj namazin e fal si të kujtohet edhe në rregull. Nuk ka gjuna për ndonjë shkelje që bëhet nga harresa ose për shembull nga presioni caktuar. Allahu nuk na merr në përgjegjësi për të mundësive që kemi. Dhe kjo është mëshira e Allahut te barekuhu teala dhe bujaria e tij ndaj neve.